Pas afro 3 dekadave nga përfundimi i luftës, autoritetet kosovare po kryen ngërmime në këtë lokacion në veri të Kosovës, në ndyshimet se mund të gjenden mbetje mortore të zhdukurve nga lufta e viteve 1998-99. Gërmimet po kryen paralelisht me hetimet që dyshohet se lidhen pikrisht me këtë rast, pasi disa ditë më parë u arrestuan 2 të dyshuar për krime lufte në rajonin e Mitrovicës. Autoritetet deri më tani nuk kanë bërë të ditur se në cilën fazë janë gërmimet dhe kur mund të pritet përfundimi i tyre. Ne nuk mund ta konfirmojmë që bëhet fjalë për ta, por ky ka qenë dyshimi ynë i menjëhershëm. Sidoqoftë duhet t'i presim organet tona që të na tregojnë se për çfarë bëhet fjalë atje. Bëhet fjalë për një territor të paprekur prej gërmimeve përkitazi me zbardhjen e fatit të pagjetur. Unë i thom vetit pa dyshim, 100% jam bindt që është grupi i vllaut tem atë Madimit, edhe unë mendoj pas kësajna ndoshta do të na pushojnë shpirtat, do të kemë një varë ku duhet një festë, një ditëlindje, një bajram, një diçka, me ja çunë një buket me lule, me shku me fol me ta.